Dasma shqiptare 2017 paraqet. Me dëgjoni miq, t'ju a them diçka dhe të mbani mend mirë. Mosha e njeriut është vetëm një numër në letër. Unë jam 64 vjeç. Jam i dalë në pension dhe jetoj në një fshat Buzmalit. Jeta ime është e thjeshtë. Merrem me ndonjë punë rreth shtëpisë dhe her pas here zbres në qytet për të blerë ndonjë gjë, ndonjë ilazh tensioni apo ndonjë pako çaj se e kam qejf ta pi në darkë. Gjithmonë shkoja tek e njëjta farmaci në qytet. E aty punonte një farmaciste rreth 55 vjeçe. Ishte nga qyteti dhe ishte një grua shumë e mbajtur, me trup të hollë elegant dhe me një fytyrë të bukur. Sa herë që hyja në farmaci, ajo me priste me një buzëqeshje, me jepte ilaçet, me jepte atë pakun e çajit dhe me mbante me pak muhabet. Me besoni që flirtonte me mua, por jo me fjalë të mëdha, thjesht me ca shikime të ngulitura. Ajo ma jepte qesën e dorë dhe me shikonte në sy, pa shkoqitur shikimin, ndërsa unë e merrja vesh që aty kishte diçka më shumë se thjesht muhabet klienti. Një ditë po blija prap një pako çaj kamomili. Kur unë i thash me jep një pako kamomil, ajo qeshi, tundi kokën dhe me tha: "Ty nuk të kuptoj fare. Pse vjen e blen çaj të thatë në farmaci, kur ti në fshatin tënd e ke malin plot me lule çajit të freskëta?" Unë mbështeta tek banaku i farmacisë dhe i thash: "E di që ka, po unë s'marr vesh nga këto punë. Nuk i njoh bimet, nuk e di cili është çaj e cili është bar i keq." Ajo me pa me një buzëqeshje me hile dhe me tha: "Në malin tuaj keni çaj sherebele, kamomil, çaj mali e të ndryshme, keni çajra fantastik. Unë i njoh, tha, shumë mirë, e kam kohë që dua të vi të mbledh sa lule për vete. Njën nga këto ditet do të vi atje, mund të vish edhe ti me mua. Dalim të dy në mal, mbledhim çaj, të tregoj bimet dhe tani e di për herët e tjera." "U bëj", thashun, ja dhash numrin e telefonit tim dhe ika. E dija që ky nuk ishte thjesht një muhabet bimësh. Kaluan një 2 javë, kur një të shtunën e mëngjes me bie telefoni. Ishte farmacistja. "Jam këtu tek rruga e pasme e fshatit tënd", me tha ajo. "Behu gati, se po të pres të dalim në mal." Të me kishte treguar pak me përpara, isha pak i papërgatitur, por thash le të shkoj. U vesha shpejt, vesha një palë atletët e lehta dhe dola. Kur mbërrita tek rruga dhe e pash atë, ishte veshur me ca rroba sportive që i tregonin trupin e saj të hollë e të mbajtur mirë. Ishte më ndryshe se sa kur e shihja me veshjen e bardhë të zakonshme të farmacisë. Ajo kishte marrë me vete edhe një trast për të futur lulet. E kështu, dal nga dal, u nisem që të ngjiteshim malit. Rruga ishte malore, ishte pak përpjete. Ajo e kishte hapin e lehtë, e ngjitej shumë kollaj, kurse unë, burr 64 vjeç, po mbushesha pak me frym. Kuptohet që ajo dilte para meje, e unë mbetesha pak më mbrapa. E në një moment, ajo ndalon, kthen kokën poshtë nga unë, ve duart në bel dhe fillon të më ngasmoj hapur. "Ec më shpejt, se do na zër nata në mal", me tha ajo duke qeshur. "Kisha menduar që je burr më i fuqishëm, por s'jen ke i Zoti, as të ngjisësh një mal", me tha ajo. Unë ndalova, mora një herë frymë thellë
E pash poshtë e lartë dhe ja ktheva aty për aty. Ndoshta, i thash, po i ruaj energjit për kur të ngjitemi në maje, sepse me sa po shoh do me duhen me shumë energji atje se sa tani gjatë rrugës. Ajo e kapi fiks për çfarë kisha fjalen. Syti shkëlqyen dhe nuk bëri as një hap tjetër, por ma ktheu fjalen me njëherë. E po, me që qenë ka ashtu, atëherë jepi edhe pak kurajo që të ngjitemi sa me parë, më tha farmacistja. Kur e dëgjova atë përgjigje, e kuptova që kjo grua kishte ardhur me të njëjtat mendime që kisha dhe unë. Po pse të lodheshim deri në majët e malit? Pas i bëm edhe pak hapa, pam një lëndin shumë të bukur të shesht, me barë të but dhe me plot lule të vogla të bardha. E di çfarë, i thashun, pse të lodhemi më shumë? Ulemi këtu, bëjmë pak muhabet, pushojmë dhe ti mbledh sa të duash nga këto lule. Dakor, tha jo, dhe ul në bar. Filloi të mblidhte lulet e kamomilit që ishin aty rreth rrotull. I kepuste me kujdes dhe i mbante në një rëndor, duke bërë një tuftë të vogël. Unë u ula përballë saj, e nuk po shikoja fare nga lulet, po shikoja vetëm atë. Po shikoja duart e saj, trupin e saj teksa përkulej për të marrë lulet, dhe fytyrën e saj që kishte marrë pak ngjyrë nga dielli. I bëra disa komplimente të thjeshta. I thash që ishte një grua shumë e bukur për moshën që kishte dhe që qyteti e kishte mbajtur më të re. Ajo bosjeshte dhe vazhdonte të mblidhte lule pa ngritur kokën. Pastaj unë ula pak zërin, e pash fiks në sy dhe e pyeta: "Çfarë shije kanë?" Ajo ndaloi dorën, mendoi se po pyesja për lulet e çajit që po mbante në grusht, dhe ma ktheu pa e menduar gjatë. "Kamomil, çfarë të ken tjetër? Këto thahen dhe bëhen çaj", me tha ajo. Unë ula pak kokën edhe më shumë. Pastaj e pash prap edhe më thellë dhe i thash: "Nuk e kisha fjalën për lulet. Doja të dija çfarë shije kanë buzët e tua." Ajo u bllokua për një sekond. Era e malit i lëvizi pak floket. Nuk e uli shikimin, por bëri një buzë në gaz, me pa drejt në sy dhe më tha, me atë zërin e qetë dhe të bukur që kishte: "E pse me pyet? Eja e provoje vetë", me tha jo. Çdo gjë ka lezetin e vet kur bëhet me kujdesen ngadal. Ju ofrova, duke lëvizur pak gjunjët mbi bar, derisa u bëra fiks përballë saj, e ajo po mbante akoma tufen e luleve të kamomilit në një rëndor. Bëra një veprim krejt e lehtë. Zgjata dorën time, ja kapa dorën e asaj që po mbante lulet, ja mora tufen e kamomilit me shumë ngadalësi, jo mora një herë erë dhe e lash me kujdes anash aty mbi bar, që të mos shtypeshin. Ajo nuk bëri asnjë lëvizje, thjesht priste duke marrë frymë thellë. E kishin kapur edhe atë emocionet. Me dy duart e mia i kapa fytyrën. Lëkura asaj ishte pak e djersitur nga ecja. U përkula dhe bashkova buzët e mia me të sajat. E nuk ishte as një puthje e nxituar. Ishte një puthje që imagjinoja gjatë të rrugës që po ngjiteshim drejt atij malit. Ishte një puthje tepër e ngrohtë, e qetë, e ku bashkohej era e pastër e malit me aromen dhe shijen e buzëve të saja që i kishte mjaft të ëmbla. Pas buzëve filloi ati puthja gushën, ndërsa me të dyja duart e shtrëngova dhe përqafova shumë.
Pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.